largimin e Peranderojës Osmane dhe se sërish do të pret largimin e KFOR-it. Dhe ajo ende është ministre e pashkarkuar. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë se ajo deklaratë është bërë në koordinim me udhëheqjen më të lartë të Serbisë, pra me Aleksandar Vučić, ndryshe nëse jo, ajo do të shkarkohej jo vetëm brenda 24 ore, por brenda 24 minutave. Prandaj deklarimet e fundit të Vučićit rreth ndrimit të rrjedhës lumit Ibër duhet marrë seriozisht. Vetë deklarata mendoj se është bluff, sepse aja te nuk mund ta bëjë. Nuk lejon ligjin ndërkombëtar dhe nuk e përjashtoj mundësinë që nëse do të tentojë dhe mund të ketë edhe ndërhyrje të KFOR-it për ta penguar bashkisë ndërkombëtare. Bashkimi Evropian reagoi sot. Tha se nuk është harmoni se pengon normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Por mendoj se syrimi i tij është diçka tjetër. Përmes këtij blofi, ai tenton t'i prezentoj serbët e Vereut si viktima para botës, rrejshëm, në mënyrë që në një moment caktuar të thotë që kam bërë koncesion duke mos bërë ndrimin e rrjedhës së lumit Ibër, por do të marrë në mbrojtje serbët e viktimizuar në thonjza sipas tij, cilët qenë kanë të shkelur në Kosovë. Dje i pyetur nëse është i mundur një konflikt me Kosovën, ai ka thënë, kështu po e citoj, në këtë moment jo. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë se në një moment tjetër, po, është i mundur. Dhe cili është ai moment? Ai do të ishte një moment i favorshëm ndërkombëtarisht për Serbinë, nëse krijohet. Unë nuk besoj që ai moment do të krijohet kur, dhe se Serbia nuk do ta ketë atë rast, por nuk është hera e parë që ai bën kërcënime të tilla. Edhe në një vizitë në Azerbejxhan me presidentin Aliyev, ai ka thënë pikërisht këtë, që do të presin dhe